Rreth 200 naftëtar, punonjës të kompanisë naftë nxjerrëse Bunkers Petroleum në Marines janë ngritur në protestë. Sipas kryetarit të sindikatës së sektorit hidrokarbur, Dritan Sheu, në vazhdën e protestave që janë zhvilluar dhe kërkesave të naftëtarëve që nuk janë marrë parasysh nga drejtuesit e kompanisë Bunkers, Këshilli Sindikal i përbërë prej 10 anëtarësh do të hyjë në grevuri në zyrën e sindikatës në Marines dhe që nga e njëjtja çdo naftëtar mund të bashkohet grevës së urisë, ndërkohë që do pezullohet edhe puna në grupet e naftës. Këshilli drejtues të sindikatës ka vendosur që 10 djemtë të këshillit drejtues të hyjnë në grevuri. Ne nuk do të dalim nga greva e urisë dhe nga greva e përgjithshme pa u realizuar kërkesa jonë prej 18% rritjes së fondit të përgjithshëm të pagave. Ky 18%, cili do të rritet, që ne kërkojmë të rritet fondi i përgjithshëm të pagave, kërkojmë të shpërndahet për pagat e ulta dhe për djemtë që punojnë në fushë, për të ulur diferencën ekstreme të pagave që ka këtu në shoqërinë Bunkers midis punonjësve të fushës dhe punonjësve të tjerë. Ndërkohë, punonjësit e fushës pohojnë se janë më të diskriminuarit dhe se prej një dekade nuk janë njohur me rritje page. 15 si punëtor fushë i Bunkersit, këta po kujtojnë se ne po kërkojmë gjëra që janë mbi atë që këta se paguajnë dot, ama faktikisht ne po kërkojmë veç dinjitet. Po kërkojmë bukë dhe fytyrë për familjet tona, sepse këta të lënë edhe pa bukë, për mos patur e fytyrë. Dhe gjëra të paktën që është e lehtë për të na i dhënë. Kërkojmë pozicionimin e vendeve të punës, që deri tani janë tallur me ne. Kërkojmë ngritjen e rrogës, ka 10 vjet që nuk po ngrihet. Kërkojmë inflacionin që po të marrim shembull buka para 2 vjetësh ka qenë 800 lekë. Sot është 1300. Vetëm me bukën një shqiptar apo një punëtor i naftës humbet 15000 lekë në muaj. Ata se kanë ngritur 10 vjet rrogën. Ky është inflacioni. Sa e deklaron shteti, nuk kërkojmë lëmosh. Sa është mesat? 700.000 lekë. Ja paguar prej 7 vjetësh me këtë pagë. Kam arritur tek 616. Edhe është disë nivel shumë i madh i pagës. Sa duhet ishte paga, sipas jush, që ta meritoni të mundin tuaj? Mendoj tek 1,5, 1,5 milion, që ti jeni vërtet të ndjehemi. Ju pretendoni se paguani më pak se dyfishin asaj që meritoni? Pagojmë shumë herë më pak. Për shkak të vështirësisë në punë, të shpirtit që japim në punë, dhe nuk vlerësohemi sa duhet. Punonjësit janë të vendosur të shkojnë deri në fund zgjidhjes së kërkesave të tyre ekonomike dhe për përmirësimin e kushteve të punës.